nëse flasim për gjuhën institucionale apo dhe për legjislacionin qoftë edhe të vendit ton, edhe ajo është e vështirë. Pra që është gjuha jonë, është vendi ynë, edhe ndoshta e kemi shumë të thjeshtë për ta lexuar, për ta kuptuar, për ta procesuar ne në mendjen tonë. Imagjino pak gjuhën institucionale europiane që është shumë më teknike, ka një standard tjetër, ka shtresa të tjera. Në çfarë forme do duheshin që gazetarët, media, ne ta thjeshtëzonim këtë, po gjithmonë duke ndar po themi atë fijen e hollë të mos qenurit marketing apo propagandë. Po, unë mendoj që edhe ne kemi shumë gjëra të mira. Pra, thënë këtë, standardet, se ka dhe një mit për çfarë është atje, kemi shumë praktika të mira dhe shumë arritje dhe shumë element autentik tonët, të cilët kulturalisht flasim në muzikë, në arte, në shumë fusha, dhe në mjedisin akademike, dhe në kërkime, dhe në publikime, në publicistik, në shumë fusha ne kemi arritje shumë të mira, dhe në media. Pra në çdo sektor kemi arritje tona. Dhe këto nuk është se ne duhet t'i nënvlerësojmë apo mos jemi konfident në mënyrë që t'i shfaqim ato. Sigurisht që ka nivele krahasimi dhe krahasueshmëria është e mirë sepse na çon përpara. Është e shëndetshme. Unë jam pozitive në këtë drejtim. Dhe gjithmonë kam qenë një mjedis kompetitiv, kam kërkuar personalisht në mjedisin tim modestisht të shikoj përtej asaj që është thjesht konteksti shqiptar, duke bërë studimet jashtë në Angli fillimisht, tani në vizitat studimore që së fundmi në Universitetin e Oxfordit përfundova në studimet europiane atje, duke me kompeticion ndërkombëtar dhe duke provuar veten në këto, secili prej nesh e bën këtë gjë. Pra në mjedisin akademik ti duhet ta bësh që të sfidosh veten tënde dhe të sjellësh një eksperiencë. Së fundmi dhe në Universitetin e Harvardit ku flasim, diskutojmë, bëhemi pjesë e këtij komuniteti ndërkombëtar dhe njohim nga afër ata, nuk mund të rrim të izoluar. Por një qytetar i zakonshëm i cili është diku në rrethe, në provincë, me një arsim të caktuar, e ka shumë të vështirë të bëhet pjesë të tërës, të kuptojë, ta menaxhojë këtë situatën. Dhe në fund të ditës në çfarë formash do mundemi ne që të arrijmë tek ata. Pra, tua tregojmë që kjo gjë të shërben ty në këtë formë. Ne kemi një zinxhir përfshirjes që mund të bëjmë. Pra, unë flas nga korniza mediatike që ka shumë për të bërë, po. Edhe sigurisht institucionet që kanë rolin dhe rëndësinë e tyre, institucionet e tjera qeverisë, po themi, apo të ekonomisë e tjerë. Universitetet ka një rol shumë të madh për t'i mbjellë këto, sepse një pjesë e mirë nuk po them nuk arrim këdo në universitete, por arrim ato që është gjenerata më aktive, më dinamike që është studenti. Kështu që në këtë mënyrë ne krijojmë të zinxhirin e edukimit, e përmirësimit. Së fundmi, një gjë që bëjmë ne proaktive është që përmirësojmë kurrikulat tona duke futur studimet europiane në të gjitha fushat, jo vetëm në fillim në Universitetin Evropian, në sajt të këtyre projekteve që fitua me kompeticion të hapur ndërkombëtar. Jean Monnet Chair është një prej projekteve që ne po implementojmë tani në media. Është hera e parë që implementohet një projekt i tillë, Jean Monnet, që është shumë i rëndësishëm në fushën e mediave, dhe duke mbjell këto standardet europiane, të gjithë konceptet e lidhura me përmirësimin, profilizimin, bashkërregullimin e mediave. Po thoshte më shumë që këto projekte të jenë pak më gjithë përfshirë se që të arrin edhe tek dikush që jeton në rrethe shumë larg. Duke përfshirë studentët, çfarë bëjmë ne? Fillimisht ndryshojmë gjithë kurrikulat e departamentit të arteve, se ne kemi dhe një departament të artesh të aplikuara në web. Dhe i çojmë këto standarde të kuptojnë edhe studentët që do dalin në treg nesër, do bëjnë kulturën, artin, grafik dizajnin e gjitha. Dhe janë ata përkthyes i integrimit edhe për familjet e tyre. Po, në fillim ata do jenë pjesa më e kultivuar e shoqërisë që do t'i kuptojë gjërat. Të njëjtën gjë te juridiku, tek shkencat politike, marrëdhënie ndërkombëtare, gazetaria, shumë i rëndësishëm. Është një aktor i rëndësishëm, ne jemi një prej aktorëve, si jemi unë nuk do t'i them gjithmonë bujqësisë dhe prodhimit, edhe se s'kam një lidhje direkte me të, megjithatë ma kujtojnë Anda kur përmendi Bullgarinë, ishim në ditët e Evropës disa vite më parë në Shkodër, ishin disa ambasadorë të Bashkimit Evropian atje dhe një student shkodran goxha i përgatitur kështu me një lloj po themi revolte në zërin e tij, thotë pse ju keni lënë Bullgarinë, Rumaninë dhe ne na mbani te dera për jashtë, Shqipëria ka shpëtuar që në kohën e Skënderbeut nga Turqia mbrojti Evropën e këto dhe ne duhet jemi në B. Kemi potencial. Ambasadorja e Francës e asaj kohe i thotë, a di thotë se sa është një fermë shqiptare mesatarisht në sipërfaqe? Ai nuk e dinte. Edhe kjo i thotë, nuk e di tani nëse ishte saktë, por i thotë 1 deri në 2 hektar. Mesatarja, ferma mesatare shqiptare është 1 deri në 2 hektar. Dita është një fermë mesatare në Francë. Jo, i thash 70 hektar. Dhe nëse ne do të hapnim kufit sot, ku speci francez do të mund të hynte pas një lloj dogane,
do ta mbyste tregun shqiptar, edhe bujqësinë shqiptare, sepse fermat atje janë ekonomi shkallë, janë shumë të mëdha, prodhojnë produkte që mund dalin dhe më të lira për shkak të shkallës ekonomisë, dhe ai tha që ju duhet bëheni gati për ne. Duhet ju të forcoheni, të keni produktet tuaja që janë specifike, që unë nuk i bëj dot në Francë, edhe ti të mbijetosh këtë treg të madh evropian ku të gjithë duan të shesin të bëjnë dhe janë të lirë ta bëjnë. Aq kosa ti nuk je gati të kesh kapacitetin të marrësh produktin. Ju diçëm tha ajo. Domethënë në një kuptim tjetër, ndoshta me fjalë të tjera. Po ideja është që ne kjo është detyra tani që si do të bëhemi ne kompetitiv në këtë treg që është shumë i sofistikuar, shumë i arritur, shumë i rregulluar në atë nëse ne nuk bëjmë këto detyra. Mua më duket sikur vazhdimisht po përpiqen të na bindin që nuk kemi mjaftueshëm, edhe nuk kemi taftë, edhe nuk esim dot në hapin dhe në ritmin e tyre. Ne mundemi, po për shembull tek diskuri politik i PS-s fjala vjen kur u fol për një pasaportë. E vetmja gjë që e konkretizon këtë në një mjet objekt të mbajtur në dorë ishte pasaporta evropiane. Po kjo te kalon të gjithë atë kalvar të gjatë të ndryshimeve deri te kjo pasaportë dhe nuk thoshte asgjë për të gjitha këto gjërat e tjera. Për këtë bujkun, për këtë mekanikun, për këtë. Në sensin që na besoni tani dhe ne do t'i bëjmë brapa gjithë punët e mira. Apo duhet akoma me mitin, me aspiratën, me elementet që mbahen në dorë, ke pasaportën. Elementet më të lehtë për t'u ndarë, për t'u thënë. Po kjo është hard work kjo pjesa tjetër. Kjo është puna e vështirë dhe puna e vështirë. Pa të duhet dinë qytetarët rruga e gjatë. Që na sfidon më tepër dhe sfidat janë të shumta. Ke absolutisht të drejtë. Po jo vetëm tek ky sektori që more që është jashtë fushës sime, do kishte ardhur presidenti Xhepa këtu të fliste për këtë pjesë, për këtë pjesën ekonomike, por edhe në gjithë, edhe ne në këtë qerthullin ton, le themi, në këtë mjedisin ton akademik, kemi sfidat tona. Pra unë këtyre juqasave deri tani në kuptimin që gjithë secili prej nesh në industri tona përkatëse do ndjej shumë, edhe po ndjen aktualisht shumë presion. Dhe është e vërtetë që ka një mënyrë se si na shikojnë, ajo që po thojë që na shikojnë nga lart. Jemi më inferiorë, domethënë, sa do të përpiqemi. Stereotipet janë diçka që unë i kam studiuar rregullisht, historikisht me revistat edhe media ndërkombëtare, janë ato që lidhin me mafian gjithmonë më shumë edhe në përfilma, edhe për fat të keq mbijetojnë. Mbijetojnë madje edhe në mjedisin universitar ndonjëherë dhe studentët Erasmus vinë edhe e përkthejnë këtë gjë si ndjesi për shkakun në mënyrën se si u adresohen, sepse mënyra se si të shohin të tjerët. Ne themi shpesh në studimet e komunikimit është mënyra si të tjerët sillen ndaj teje. Kështu që mënyra po perceptimet janë faktikisht realiteti që ne ndjejmë në marrëdhënie me të tjerët, po. Dhe kjo do shumë punë që të ndryshojë, imazhi, është më i lehti për t'u thënë edhe për t'u parë, për t'u dukur, duket si përfaqësor, por është më i vështirë për t'u ndryshuar. Përpara se të ndryshojmë imazhin, mendoj që duhet të ndryshojmë mendsinë. Studimi juaj shkencor quhet nga izolimi në integrim. Mendoni që ende ne si popull jemi të izoluar në mendsi të paktën? Ky ka qenë provokimi që kemi bërë. Pra, nuk e kemi quajtur të përfunduar procesin. Është gjithmonë kjo gjëja që vjen postmodernizmi, postatlantizmi, e gjithë këto terma që përdoren që do të thotë që mbetet ende pjesa e izolimit brenda. Pra padyshim që ne kemi vuajtur izolim dhe vetë izolim për një kohë shumë gjatë dhe ai mbetet, ose kur themi postkomunizmi, do themi që një pjesë e komunizmit vazhdon të jetë mes nesh. Në kuptimin sistemik, jo vetëm nostalgjik apo është një tashmë e kushtëzuar nga shkuar apo janë pasoja, janë rudimente, mbetje që vazhdojnë na shoqërojnë në mendësi, në mënyrën se si mendojmë politikisht, pra kjo edhe partitë politike, edhe sistemi dhe ligjërimi. Ligjërimi është plot, po të ftosh politikan flasin akoma një pjesë e tyre sepse kanë përcjellin atë. Dhe ndoshta edhe zgjedhësve u flasin ende në një mënyrë që është e tejkaluar, një pjesë e tyre, le të themi. Pra, që të jemi pak edhe realistë dhe të shikojmë edhe në të gjitha fushat edhe sektorët. Edhe në media ka ende që flasin edhe që përdorin terma që përkthejnë, sepse unë kam shumë të rëndësishme gjuhën dhe mënyrën se si fliten gjërat, në komunikim ne kemi gjithmonë Blendi të rëndësishëm. Ose Blendin e kemi pasur ndonjëherë edhe në auditor me studentët. Pra mënyrë përkthejnë se cili është mendimi, cila është struktura e mendimit tënd dhe cilat janë qasjet, si e mendon ti, fjalët tregojnë shumë, nuk janë një gjë e zbrazët edhe një gjë si përfaqësore. Flasin shumë në mënyra si flasin mediat, aktorët e ndryshëm flet shumë që ka ende shumë për të bërë në këtë drejtim, për të shkuar tek standardet e vërteta që ne absolutisht. Ndihet izolimi ende, po. Mirë.